Përshëndetje të gjithëve dhe ja ku shihemi edhe në këtë të premte në një episod të ri të Zero Cap Podcast. Siç mund ta shikoni në studio sot nuk jemi vetëm, kemi një vajzë 29 vjeçare që një kohë po duket shumë herë më e re se kaq faktikisht. Po sepse prit pra se do të parapris asaj gjë që them që është shumë e re në moshë, por është kandidate për deputete në Partinë Socialiste në qarkun e Elbasanit. Ne në fakt u nisëm për ta ftuar Sarën, jo për ndonjë përgjigje politik specifike të tjetër që mos të keq kuptohemi nga këto anë se vdisni ju, por sepse duke qenë se episodin e kaluar ne bëm diçka rriti me teoritë konspirative. Dhe aksidentalisht futëm sa teori konspirative më tepër si dallavere për politikanët. Po do të na doli një video jotja që disa teori që ne po i thonim, sipas videos tënde ishin të vërteta. Dhe je një vajzë që ke lindur gjatë kohës ku opozita ishte në pushtet, u rrite me tashmë Partinë Socialiste dhe po kandidon si deputete në po këtë njëjtën parti. Dhe nga këto video që kemi parë për fshatën tënde, je kështu tip cool, je allegro, nuk je nga këto njerëzit që do bëjnë shumë furça për partinë dhe pse ndoshta herë duhet bëhen, por që ju keep it cool. Edhe kjo është gjëja më interesante që ne vendosëm të thonë me tryezën tonë dhe të falenderojmë shumë se e di që e ke full agendën, sidomos to ditë që kur i bie për 2 ditë do jenë zgjedhje dhe ne turojmë shumë suksese. Tani Sara, faleminderit shumë. Na u prezanto vetë. Ke hapësirën për të prezantuar fillimisht veten para se të futesh. E thash shumë, po mirë një detaj thash. Para se të futemi ne me ato tonat. E thash shumë bukur që ju tani e keni agjendën shumë zënë dhe unë po bëj ju si kandidate tani po bëj si deputete që t'ju bëj një kështu kompliment lezetshëm që në fakt vetëm për ju do ta kisha postuar pak agjendën se ju kam parë dhe jeni shumë të mirë dhe shtuar fakti këtu që unë jam gjithmonë pro figurave të reja, të rinjve, aktiv. E dua median, e dua edhe këtë podcastin që bëni ju, kështu që bravo ju qoftë se keni lënë një nam të mirë. Po, kënaqësia është e gjitha jona. Unë jam Sara Mila, nuk jam ndoshta shumë e njohur për gjithë ata që e ndjekin politikën, se jam fringë e re në politikë. Sapo e kam hequr qesen. Kam dashur fakt të jem pjesë e politikës, po asnjëherë nuk e kam marrë hapin, sepse edhe unë kam pasur ato pikpyetje dhe pasiguritë që me shumë mundësi keni dhe ju në kokë, kanë dhe ata që ju dëgjojnë, po unë vendosa ta provova me platformën e deputetit që duam, edhe më eci. Edhe sot kam një vend në lista dhe ndoshta nesër mund të kem dhe një vend në parlament për shkak të kësaj. Pa diskutim që nuk është një rrugë e lehtë. Nuk është fare fush me lule, e kisha menduar pak më thjesht, pak më fan, jam përpjekur që, siç dhe ju e thatë, ta mbaj cool, megjithatë brenda vetes time kam pasur një ngarkesë dhe një lloj ndryshimi tërësor të jetës, duhet ta themi këtë, domethënë çfarë është e vërtetë, është e vërtetë. Përtej kësaj, përpara se të merresha me politikë, se unë s'kam shumë që merrem me politikë, që në shtator kam. Okay. Jam shumë e freskët. Kam bërë një jetë shumë normale, si një vajzë e re, si një profesioniste e re. Po, sa atëherë aplikova në portalin e deputetit që duam, kështu që aty nisi rrugtimi im. Përpara kësaj unë kam eksperimentuar edhe në sektorin privat, pastaj në sektorin publik. Kam 5 vite që jam pjesë aktive në administratë publike dhe përpara kësaj kam pasur 5 vite tjera në tregun e punës, në media kryesisht. Aty e kam nisur më sakt, sepse kur përfundova studimet për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, që unë e doja shumë, prindrit e mi nuk e donin fare. Më thonin ç'është kjo gjë pa gjë. Po. Ç'është kjo dek pa zanat. Në çdo familje të ndjen. Nuk tingëllon emri inxhinier diku aty. Po doktor. Ja u kam thënë. Edhe të tjerëve kur më kanë pyetur që për prindrit e mi minimalisht e pranueshme do ishte ndonjë shkenca juridike, pra juridikun mund të ishte deri diku e pranueshme. Çdo gjë tjetër ndërkohë juridiku, po. Çdo gjë tjetër do ishte shumë i dukej shumë gossip, i dukej shumë gjë e lehtë. Por unë doja shumë atë dek edhe vendosa ta bëj pak me rebelizëm se zgjedhje, mirë bëra në fakt. Ama kur dola nga shkolla, nuk isha dalë akoma, më saktë edhe isha duke tentuar që të kisha një vend, sepse kam menduar gjithmonë që si vajzë, lirinë time do ta kisha absolute, vetëm kur të kisha një pavarësi ekonomike nga familja. Edhe doja me patjetër që të kisha të ardhurat e mia. Le të ishin të voglat, po të ishin të mijat. Dhe në ato tentativat për të zgjetur një vend, media ishte një hapësirë që ta lejonte të paktën edhe mungesën e eksperiencës, apo edhe faktin që nuk është se kisha përfunduar gazetarinë. Kështu që aty nisa dhe pastaj u katapultova me anë të duhet ta mbani mend madhomendja, u bë në 2018 një protestë shumë e madhe studentësh.
Unë nuk isha pjesë e protestës, por isha nga ata që përfituan në një farë mënyre, sepse prej asaj proteste të madhe, qeveria shqiptare vendosi të hapi një thirrje për studentët ekselent. Unë shkova, çova atë CV-n tim dhe aplikimin tim dhe nisa më njëherë punë administrat me këtë aplikim të ekselencës. Mecën mua me këto portalet në Të përgjithësi. shkon mirë. E di që njerëzit janë skeptik, po Po unë me dy një herë CV kam punë në provuar, administrat. 2 herë kam qelluar. Kështu që Interesante. Po shiko sa bukur do ishte në fakt që tha u mora me politikë në shtator të 2024-s dhe pas 11 mart të 2025-s ti je domethënë deputete. Njerëzit hanë vite e vite dhe nuk arrin dot. Dhe vjen Sara dhe Po. shiko se unë u bë. Kjo është më arsye kupton? kryesore është se frymë shumë e njerëz më kanë gjeneratës. inat. Po, ti nuk je Gen Zimmerfield në fakt. Je Jo. çik më i madh, po që nejse. Millennium. Po pra, ta kam fatkeqësisht, Po, do mendoj ishte se i prezident, do pak ishte më nota interesante. Gen Z. Kam Po pra, i kishte prirje. Më pranoni Po. pak dhe në Gen Të Z. pranojmë, sot të pranojmë. Se dhe pyetjes që do të bëjmë ne Vetëm sot, sot, të tha. tilla do jenë. Po, më mbrapa pastaj ke një figurë më Pyesni serioze, çfarë do të jesh doni ju. deputete dhe do si doni nuk flasim kaq lirshëm. Jo, do Një flasim pyetje shumë lirshëm. spontane. A vazhdon të karakterizon ai rebelismi që përmendte pak më përpara apo Unë po përpiqem që mos ta humbas atë, sepse shumë njerëz përpiqen që të ma vishin pak atë kostumin e pozicionit. Ja, u Të përpoq. bësh boring pastaj. Çfarë, se më tha pastaj tha nuk do vish më ti këtu. Pra njerëzit që në fillim e kanë këtë paragjykimin që edhe nëse je i lirshëm dhe cool dhe vetvetja, prap nuk do jesh dot gjatë. Unë do përpiqem të jem e kam pak si me merak se nga që ma thonë gjithë dhe kam filluar të intimidohem çik, po do përpiqem shumë që të jem gjithmonë e njëjta, sido që të shkoj kjo rrugë, sepse pa diskutim unë tashmë jam futur, fitoj apo nuk fitoj, unë do ta vazhdoj rrugtimin tim, kështu që do e kem gjithmonë mendje dalë të jem më e kjo mira. vajza që jam sot. Po. Tani nuk kisha një pyetje në fakt. Po. Nga këto pyetje që bëjmë ne shumë interesante. Ti përmendë pak më parë protestat të studentëve. Dhe besoj që atyre kohë, sidomos gjatë atyre muajve të fushatës, i ke ndjekur protestat e opozitës ose të partive kundërshtare. Po. A ke qenë ndonjëherë kështu e interesuar ose e Jo. intimiduar për të marrë pjesë në protestat e tyre? Jo, nuk kam qenë. Kjo nuk vjen se për shkak të faktit që unë nuk mendoj se ka gjëra që s'janë bërë mirë. Mendoj që ka shumë madje, gjëra që nuk janë bërë mirë, gjëra që duhet ishin bërë më mirë dhe gjëra që s'duhet ishin bërë fare, pa diskutim. Mirë po, nuk e kam gjetur asnjëherë frymën e opozitës përshtatshme me energjinë time. Nuk më zhdukur ndonjëherë sikur më përfaqëson, sepse kam parë që më shumë prirën drejt po themi atyre interesave personal se sa në fakt interesit të asaj proteste të organizuar. Kjo ndoshta është dhe fakti sepse ato protesta nuk kanë qenë asnjëherë aq masive dhe aq me frymë sa për të ndryshuar realisht çfarë supozohet se kërkojnë të ndryshojnë. Njerëzit e duan ndryshimin, njerëzit nuk e duan padrejtësinë dhe kur ka një padrejtësi aq të madhe nuk ka parti, zot dhe asnjë gjë që ta ndalojë turmën e njerëzve që të vërshojnë në sheshe e të qëndrojë qëndrëstar aty. Ndërkohë që i keni parë tentativat për mendimin tim të dështuara për të krijuar pak polemik dhe kaos dhe ato nuk më kanë përfaqësuar. Kështu që unë do kisha dalë në çdo protestë që më ka përfaqësuar. Ka qenë një protestë bëhej atëherë për një ide që disa armë kimike do vinin në Shqipëri dhe do çmontoheshin. U bë shumë e madhe si lajm dhe ka qenë pikërisht kjo ka qenë qeveria e socialiste në fakt që ishte dhe bashkë me ca miqtë e mi ne vendosëm që të dilim bulevard sepse menduam dhe gjykuam në atë moment jetës tonë që nuk ishte i drejtë si vendim. Dhe në fakt për gjithë atë protestim dhe një protestim model shumë të paqë, shumë bukur që u bë kryesisht nga të rinjt, qeveria shqiptare vendosi të mos e ndërmarr atë hap dhe të gjithë Pra nuk ikëm je në nga shtëpi të këta lumtur. njerëzit që je me Partinë Socialiste dhe i shikon si të pagabueshëm. Jo, Domethënë, absolutisht. okay, kjo është mirat dhe të metat e tyre. po. Absolutisht. Në fakt një nga pyetjet që më bëhet më shpesh është që pse një vajzë e re shkon tek Partia Socialiste dhe jo tek një parti e re, që ndoshta mund të ketë edhe një vizion më të ri ose ku të rinjt mund të jenë më të pranueshëm. Arsyeja pse unë mendoj që duhet të kemi një vend në partitë e mëdha dhe kjo vlen edhe për partinë tjetër konkurrente dhe për Partinë Demokratike, është sepse është mirë që gjërat t'i rregullojmë nga brenda. Unë dua që Sara dhe shumë të tjerë se Sara, pra një kastë e re politike, një mundësi e re, një vizion i ri, të shkojë dhe të bëhet pjesë e Partisë Socialiste edhe për ta rregulluar ato gjëra që duhen rregulluar nga brenda, se ne në Shqipëri kemi një problem. Kemi shumë kritik nga jashtë, por rrallë herë kritik nga brenda. Po ta vini edhe në familje. Edhe në familjet tona ne gjejmë
800 probleme po të jemi të jashtëm, ama po të jemi aty brenda, zësh të rregullojmë diçka aty. Aty e pranojmë. Ndërkohë që po të mos e pranosh nga brenda, mua më duket shumë e vështirë se sa të shkosh dhe ta tentosh diku tjetër. Kështu që edhe kjo është një lloj sfide për mua dhe për brezin ton. Patjetër që ka vështirësirat e veta, po duhet ta marrim si iniciativë. Atëherë përmendet edhe fushatat elektorale. Në këto fushata, ke dhënë ndonjë premtim të cilin je mezi pret që ta mbash, ose janë nga këto premtimet e frikshme që jepen, po kur nuk mbahen dhe harrohen? Ose ndonjë që jepen duar që e ke thënë, po s'kishte më kthim pas. Po, me thënë vërtetën, nuk kam dhënë asnjë premtim në këtë fushat, përveç premtimit që unë jam Sara dhe do jem kjo Sara gjithmonë. Nuk kam dashur t'ja premtime të mëdha, edhe nga meraku, se mos ndoshta këto premtime nëse unë shkoj atje i shoh shumë të vështira për të realizuar dhe unë fjalën e dhënë kam shumë merak. Fjala është një nga gjërat më të rëndësishme për mua. Unë e kam edhe pikën time të fortë, edhe mendoj që nëpërmjet fjalës arrij që të lidh, të zgjidh, të krijoj kontakt, të krijoj bashkëpunim, kështu që kur e nxjerr atë fjalën e mendoj shumë mirë përpara se ta zgjedh. Kështu që nuk kam dhënë premtime, kështu që mund ta pyes në elektoratin tim, ata nuk janë fare të premtuar nga unë, patjetër që i kam shpalosur programin ton, patjetër që i jam përmbajtur gjithë pikave dhe linjës që ne do mbajmë qarkun e Elbasanit, po premtime personale, jo. Nuk e Po në dhën. qoftë se e fiton vendin, cila është gjëja e parë që ti do ndryshoje? Domethënë, veprimi i parë që ty do të vinte në mendje. Kam përshtypjen që do ishte diçka që me patjetër të kishte të bënte me të rinjt dhe kryesisht me edukimin profesional. Kjo sepse unë ndonë se kam lindur në Elbasan, unë jam një vajzë që jam rritur në Tiranë. Tirana ka një ritëm, Tirana vibron ndryshe dhe Tirana ka një zhvillim dukshëm më të mirë se sa qarqet e tjera. Mirë po, kur Elbasani është vetëm 25 minuta larg Tiranës, mua më qanë zemra që nuk mundet ende të rinjt atje të kenë të njëjtat mundësi edhe të njëjtin zhvillim si Tirana. Kështu që unë kam projektuar veten time edhe si potencialisht një orë lidhse midis asaj çka vet kam përjetuar dhe çfarë do doja që çdo i ri të përjetonte. Dhe këtë herë midis Tiranës dhe Elbasanit. Kështu që me siguri do të ishte diçka që lidhet me formimin dhe me arsimimin e të rinjve. Mirë, ne tani te këto pyetje që të bëmë përgjithsisht janë çik kështu përgjigje politikisht korrekte. Po. Ne do them që ti je cool dhe je fan, por i duam përgjigje. Gati tani. Hajtë se me zi për pres që po pra, dalim. domethënë, ore, do kesh pyetje të tjera prap. Po Sara, ti ne të cilësojmë Gen Z sot. Nuk do të jesh politikisht korrekte, Jo, Sara. tani do jemi shumë fan. Tani do ta nisim furishëm me këtë kategorinë tjetër. Perfekt, Do jepi. vendosësh një pseudonim ose një fjalë që të vjen tërmend kur përmenden këto figura politike. Okej. Edi Rama. Shpeca është rrofet. Edhe e nisi fiks me atë që Po. duaj. Mm. Më i miri për Shqipërinë. Një fjalë, Sara, jo. Jo disa. Jo një fjali. Bë. Një fjalë vetëm. Një fjalë ose një pseudonim. Nëse mund të bësh atë më tepër, po të tolerojmë. Po se unë kam çik problem se unë se zë je flas e shkurt. ftuara e parë politike jona, po të tolerojmë. Jo, po, e vumre, unë mos nuk ki di të merak, e flas vumre. shkurt, edhe është problemi im ky. Po, Ilir Meta. Shiko. Jo Se fjalim, Sara. tani po përpiqem që të gjej një fjalë, e kupton? Po ai gjën e parë që të vjen në mendje. Okej, më mirë do ta bëjmë kështu. Gjën e parë që më vjen në mendje. Po. Okej, perfekt. Ilir Meta, nuk kam koment. Okej. Shiko, kur të them pseudonim ose një fjalë mund Po. të për shembull dhe një kash, për shembull Po. ku ta di un them Fuskot Revis Ketër për shembull, nuk është e Po, thënë. nuk Po të është. shkon ty Ketrushi. Po normal që më shkon ças më shkon mua. Sali Berisha, Karti Diegur, Karte Diegu, Lulzim Basha, në gjumë. Tom Doshi, Nuk e njoh. Arlind Qorri, Flet shumë dhe bën pak. Agron Shehaj, Do ishte më mirë të mos ta shikonte partinë si biznesin e tij personal. Jorida Tabaku, Kam respekt. Belind Këlliçi, Është në logon e gabuar. Erjon Veliaj, Ai që transformoi Tiranën. Zegjinë Caushi. Kjo është për inerci. Jo, e di kush është, shumë mirë. Vajzë e re, energjike. Energjike, okay. Prova e parë u kalua me sukses. Ka që emra ishin më. Po nuk të zgjatë më shumë, pra sepse Po, ja ti dhe po, për këto mos emra e ti përmendje. nisë me fjalime të gjata, po prisë kemi prapë pyetje. Hajde. Kemi akoma, kështu që Me zi për pres. po. Mund të zgjedhësh një nga figurat politike. Këtë duash ti, po unë do doja më shumë se çfarë do bëhet ti nëse do ishe Sali Berisha për një javë. Ose zgjidh dikë, çfarë Jo, do s'ka problem. Ajo që do bëja se Sali Berisha për një javë, e para do kisha ikur në shtëpi dhe nuk do merresha fare me politikë dhe do shijoja niprit mbesat, dhe e dyta nuk do t'i referohesha Sarës si Sara Mile, po Sara Mila.
se më referohet mua dhe ma thot mbi emrin gabim. Kështu që këtë gjë do ta kisha korrigjuar. Gjëja e parë. Në këtë periudhë të fushatës, një ndodhi që të ka ndodhur dhe që ka qenë gjëja më fani dhe ti e kujton dhe i qesh me veten. Kam disa, po kam njërin që mendoj që është më fani. Okej. Kam qenë në një zonë të Peshinit, në Gjocaj, dhe praktikisht unë atje kam ca miq të mirë që edhe pa qenë unë fizikisht atje, e kishin bërë disi të njohur kandidaturën time dhe emrin tim, plus që kam vënë re që kjo puna rrjeteve sociale ecën shumë mirë kudo, edhe më njihnin pak a shumë. Dhe unë pas disa ditësh, duke qenë se kisha edhe shumë komente nga zona andej, vendosa që ta vizitoj fizikisht dhe thash, ok, do shkoj dhe të takoj gjithë njerëzit. Dhe ashtu bëra. Dhe rrugës, bashkë me miqtë e mi, duke shpërndarë dhe ca fletushka, takojmë një zotëri. Edhe njëri prej miqve që ishte nga zona dhe që më kishte ndihmuar në atë periudhë, i thot, i referohet me emër, se ajo është zonë e vogël dhe të gjithë njën me të gjithë. E thot, do ta përkrajmë, thot, deputeten, se nuk i tha as kandidate. Dhe ai shkreti në atë moment, domethënë u pre fare, nuk po. Unë e pa që u vonë siklet, i thash, s'ka gjë, tash mos e vrit mendjen. Po jo, tha, po unë tha nga që kam thënë fjalën, tha, te një mik tha që e kam thënë fjalën, tha se ne do mbështesim një vajzë të re, tha. Edhe i tha, këtë do mbështesim? Do mbështesim Sara Milën, tha. Po ja tha, kjo është Sara Mila. Dora vetë Sara Mila. E po është interesante në fakt që domethënë ndoshta se moshë e tretë me sa kuptova, po, s'ka bërë dot lidhje me emrin e nuk e figurën. bënte dot lidhjen, pra dinte shumë gjëra për mua, se ja kishin treguar fikse dhe kush isha dhe çfarë aspirate kisha e gjithçka i kishte pëlqyer, madje filloi të më tregonte edhe në disa televizione që unë kisha qenë aty u kujtua pastaj, po në atë moment nuk e bëri Domethënë i lidhje. kanë bërë marketingun e mirë, po kanë harruar t'i tregojnë imazhin që kjo është Sara, për cilën po të flasim. Po ama u tregua shumë ndershëm, kam vënë fjalën, tha. A e dinte numrin të paktën? Ne kemi, po, numrin 5 kemi në të partisë dhe pastaj kemi emrin, kështu që nuk është me numra. Mos di dhe numra deri tani do të ishte kot. Çfarë është një gjë që ta atësar më shumë të njerëzit shqiptar, pra atë ne si popull. Kërkesa për vëmendje. Edhe ndonjëherë vëmendje të kot. E di çfarë më habit? Pse është sigurisht ka personale me dikë këtë të jo, direktuar diku. Jo, personale, po se më vjen gjithmonë për të qeshur se e bëj dhe vet, prandaj më vjen për të qeshur. E keni vënë re se sa merak e kemi ne që të jemi në anglisht tingëllon shumë bukur, recognized, domethënë ne vdesim që njerëzit na njohin dhe të na kushtojnë vëmendje. Nuk është problem, thjesht na njohin. Ti shkon dhe je besnik në një bar apo restorant vetëm se e di që aty për shembull, nga që ke shkuar disa herë edhe mund të trajtojnë më mirë. Edhe ke atë pushtetin që të kesh atë tavolinën tënde. Ne gjithmonë duam të gjejmë një mik. Domethënë ti shkon për të marrë një shërbim si një qytetar i thjesht, po paraprakisht se të shkosh do e dish një herë kush është ky sportelit, ja gjesh një herë anën me ndonjë mik se ke shumë qejf që kur ti drejtohesh, shkosh dhe thosh më ka sel filani. Ose nuk ka rëndësi, mund të jetë gjë më bazike. Ke trajtim special. Por ne vdesim që ta gjejmë një lidhje, stërlidhje dhe më shumë kohë më duket ndonjëherë se kur u mbasim për të gjetur mikun e për të gjetur lidhjen tek tjetri, sesa një akses që do ta kishim shumë. Dhe kjo gjë edhe gjatë fushatës më është bërë që ta ndesh edhe më shpesh edhe prandaj më kujtoa më një herë sapo e the. Nuk është e nevojshme. Domethënë vetëm shkoni dhe bëni çfarë keni për të bërë. Kjo që ka qenë interesante, okay, këtë pjesën e fëmendjes se kisha menduar, po këtë lidhje me mikë ashtu se kishte shkuar me një ndonjëherë dhe që nga ose për çështje radhë, domethënë ku të marrim, do shkojmë në një shërbim ku ka radhë, do gjejmë një mik që na fusi pa radhë, edhe në bank. Po e njohëm atë rojën që është aty jashtë, naqemi shumë se ama e patë letrën që të thon pa. Pse më domethënë 5 minuta. Banka nuk jo vë faj me thënë drejtën se banka mos u fut fare se është një vend. Nuk mendoj se është shumë çështja ke koha, se është një problem i madh ai 10 minutë, sa është ajo dëshira për një akses të veçantë. Pra duam të ndihemi të veçantë që unë njoh dikë që një dikë dhe kjo është interesante dhe nuk mendoj se ndodhen shumë vende të botës. Po, e vërtet. Si një person që unë nuk është se marr shumë vesh nga politika. Mirë bën. Prandaj jam e lumtur. Mirë bën, se nuk ke shumë halle. Unë dua të di se sa e lodhshme është fushata që ti bën. Domethënë si funksionon, si zgjahesh, çfarë bën gjatë ditës, edhe çfarë ha fundja fundit. Kupton që atë del koha ose do kisha dashur të haja më shumë, se siç mund ta vini re, jam një njerëz që dashuroj ushqimin, po gjëja e parë që nuk kam bërë këtë fushatë është të ha. Sepse realisht nuk ke kohë, pavarësisht se duhet ta mbash veten me shumë energji që të kesh fuqi, po ajo është gjëja e parë që eliminohet se të duket sikur është një kohë e humbur. Dita nis shumë shpejt, do kisha dashur të niste akoma më shpejt, po un kam një vajzë të vogël.
2 vjeç edhe Ai edhe mami. Po, jam dhe mami. Shishi. Ka Surprizë. qere, po. Unë se dija këtë detaj. Megjithëse para se të futesh të lumtohej pak më tepër, se ndërpreva fjalën, mendoja që Sara është maksimalisht 24-25 vjeçë. Ja pra. Ja, këto janë këto çuditë e lezetshme. Po, jam mami, kam një Okej, po vestë na thuaj vogël. sekretin, pastaj vazhdo. Edhe duke qenë se kam dhe atë, detyrohem që të mos jetë më shpejt se ora 8 që dërgoj edhe për në çerdhe. Pastaj darka nuk dihet. Një herë është 10, një herë është 11, një herë është 1 natës kthimi, kështu që është e gjithë dita në terren. Unë kam vendosur në fakt që të bëj një tip fushata atipike, se më pëlqeu që edhe e cituam pak më herët, për të vetmin arsye se duke qenë vajzë e re dhe duke mos qenë më parë përfshim politik, nuk kam dashur që të bëja një fushatë shumë formale, me takime shumë formale. Jam referuar më shumë të rinjve, kemi bërë edhe politik edhe qejf. Kemi bërë piknik, kemi bërë barbecue, kemi shkuar, kemi prenotuar në për lokalet festive të zonës, kemi kaluar mbrëmje atje, nga ana tjetër edhe kur i kam marrë të gjithë grupin tim me vete për në tur, për në gjitha bashkitë e qarkut të Elbasanit, një pjesë ja kemi dedikuar takimeve më formale dhe pjesën tjetër ja kemi dedikuar turizmit. Pra kemi shkuar dhe kemi eksploruar zonën si kur t'ishim turist. Kemi provuar gjërat e reja që t'ofron, kështu që është bërë një miks të dyjave. Kjo e ka bërë pak dhe më të lodhshme, se dhe qefit lodhër. Normal. Vetëm puna. Shiko, gjella me kripa me karar është kemi një shprehje shqiptarët, kështu që Janë ato ndjes, janë jo, ato s'ka gjë. ditët që ti shpreson që mos të jenë 24 orë për 48. Kjo është e vërtetë dhe biles dikujt djeja kam thënë këtë që do doja që këto ditë ishin më shumë se 24 orë, se 24 orë janë shumë pak. Mirë po, kjo është eksperienca ime parë, patjetër që mund të kem bërë edhe gabime në menaxhim, qoftë të kohës edhe qoftë të gjërave që i kam kushtuar më shumë vëmendje, sepse gjithçka vjen pak dhe me eksperiencë. Unë duke qenë se edhe s'kam qenë më parë, jam çik dhe një control freak i gjërave, sepse më duket sikur ke të gjitha duhet të kem dorën vet. Siç më thoshte edhe një miku im, kam përshtypjen një e vetmja kandidate që poston vet, i bën ato captionat vet, se nuk e liroj dot dorën. Jo, do e bëj Nuk vetë. besoj dot. Nuk mendoj që dikush tjetër mund ta bëjë më mirë se sa ti. Është, nuk e di, kam pas shiko, shumë sepse logjike se njerëzit janë të specializuar për këtë gjë, Instagram, sikur po jap shpirtin. Po mirë, besoj në këtë kohë, domethënë ai faji i madh brenda teje është ndoshta koha e shkurtër që ka lënë me vajzën. Por nëse është fazë kalimtare dhe besoj se po. Ai është e vogël tani, nuk kupton shumë, kështu që është e vogël, nuk kupton shumë ajo kuptoj unë dhe ky është problemi madhor, se nga që unë e ndjej, mendoj më shumë e ndjej unë se sa ajo. Mirë po, duke qenë se jemi këtu në një podcast me strinjsh edhe e di që te audienca juaj është e re, jo domosdoshmërisht kanë kaluar në këtë periudhën të jenë bërë mami babi, po mund të jetë në një të ardhme jo të vonë, kështu që e gjithë mesazhet që do doja ta jepja në fakt është që vraponi ndaj ëndrave tuaja edhe nëse jeni mami ose babi, se ata fëmijët e vegjël duhet të kenë ca modele shumë të mira, edhe në Shqipëri është mirë ta japim shembullin vet, që sidomos kur je vajzë, me që kam dhe të dyja vajzat këtu, sidomos kur je vajzë, shpesh herë punët me ngerkesë dhe karriera e dedikuar dhe që nuk ka kohë për familjen, i faturohet vetëm burrave. Po në fakt kjo duhet të jetë e ndarë midis burrave dhe grave, sepse kemi absolutisht njëta dëshira ëndra dhe gjithçka mund të jetë realizueshme edhe për ne. Edhe sa mirë është që t'i japim vajzave tona një lloj mesazhi që we can break the cycle. Neve e prishim këtë ciklin ku vetëm burrat janë, vetëm gocat s'duhet, e se gocat më mirë afër familjes. Një mami e mirë dhe lumtur është pikëpari një vajze e arrirë dhe lumtur. Nuk shkon njëra pa tjetrën, kështu që shumë i bukur. Domethënë ti po jep modelin më të mirë për vajzën tënde, unë shpresoj tani ose ndoshta po i them vetes time kështu. Ne duam të dimë dhe cili është modeli që ti ndjek. Në fakt është pak e çuditshme se edhe kur ma kanë bërë si pyetje jo në emisione, por në takime tjera, në jetë nuk kam ndjekur shumë idhuj. Edhe nuk kam pasur kur një idhull që të shkoj dhe të më arrosem pas këtij idhulli, apo të dua dhe ta takoj, ta dua dhe ta ndjek apo ta kem si shembull. Nuk e di nëse kjo është gjë e mirë apo e keqe, po unë mendoj që vjen pak si pjesë e natyrës time që jam çik detajiste dhe jam çik perfeksioniste dhe nuk arrit ta gjej perfeksionin tek askush. Mirë po, nëse do merra një kategori, cilën vërtet më inspiron dhe më frymëzon, janë njerëzit që bëjnë punë të madhe pa u dukur shumë. Unë jam vajzë që gjithmonë jam dukur shumë dhe e kam pëlqyer duken.
dukshëm, prandaj dhe jam politik, sepse nëse nuk do ta pëlqeja këtë gjë, nuk do ta kisha marrë për sipër. Dhe kam vënë re gjatë gjithë jetës time që ka njerëz në jashtë dritave, jashtë atyre monitorëve, që bën një punë të jashtëzakonshme dhe ja u di as ja di njeri përveç vetes vet, dhe mendoj që janë heronj të vërtet të përditshëm, sepse bëjnë që motorri të funksionojë, bëjnë që gjithë cikli, gjithë jeta jonë të funksionojë, dhe ndërkohë bëjnë atë të përditshme në tyre. Dikush që pastron kazanet, dikush që pastron atë lulishtën përpara, duken gjëra kaq të vogla në vetvete, por në fakt kanë një ndikim shumë të madh dhe askush nuk e shikon, gjithë e marrin për të mirë qenë, edhe si punë, edhe si ritual. Po sepse është edhe një garë në fakt në shoqërinë tonë për të dukur më shumë, për të pasur më shumë, po harrosh që domethënë nuk është se të bën puna njeriu dinjitos, po të bën ajo çka je brenda vetes. Pikërisht. Ajo puna e padukshme është në fakt më e dukshmja për njeriu. Patjetër. Doja të bëja një ndërhyrje pak farë më përpara. Ceko dhe Redinela, po përmendje familjen. Po. Çfarë qëndrimi ka mbajtur familja jote në këtë rrugë të re që ti zgjodhe për veten tënde? Nuk e kanë dashur fare. Sikur e ndjeja këtë gjë. Edhe sot e kësaj dite ende nuk e duan, nuk e pranojnë si gjë? Aq më shumë sot e kësaj dite nuk e duan. Se dhe po e kuptojnë pak tamam se funksionon. Shiko, duhet ju them diçka, familja ime nuk është e lidhur me politikën dhe nuk ka qenë ndonjëherë, nuk ka pasur as poste publike, kanë parë thënë shkurt e shqip të rezin e vetë se ne na pëlqen të flasim kështu tamam në zhargonin e përditshëm. Dhe duke qenë e tillë, duke mos pasur asnjë eksperiencë në këtë fushë, i është dukur shumë e vështirë për të eksploruar nga një person që nuk ka asnjë lidhje. Dhe çdo prind mendoj dhe çdo familje thonë që Sara çtu desh se ti ishe mirë në atë tënden. Pra nuk është se unë isha në një comfort zone. E kisha karrierën time, kisha fituar ato besimin tek njerëzit që duhet ta fitoja, vazhdoja rrugtoja normalisht, pra nuk kisha asnjë gjë që të ndihesha keq apo që ta bënte jetën time të pajetueshme dhe hajde të provojmë diçka të re. Dhe duke qenë e tillë ishte akoma më vështirë për të pranuar nga ata. Por unë do vazhdoj të qëndroj shumë këmbguljes time për ta prekur qëllimin edhe ëndrrën deri në fund. Përmendej që ndishni ëndrat. Po, dhe asaj është më tepër për familjarët, pra prindrit, motra e tjerë, apo dhe bashkëshorti? Se besoj pavarësisht fjalës, janë mbështetja më e madhe. Patjetër. Shiko, ti jemi sinqert, bashkëshortin e kam pasur mbështetje. Ai madje ka qenë edhe i pari që më ka thënë që apliko ke kjo deputeti që duam. Edhe mendoj që e ka bërë këtë punë se e ka ditur që ai do ta hante më shumë presionin nëse unë nuk do ta ndiqja ëndrrën time dhe do jetoja gjithnjë me një what if në mendjen time dhe ai do të ishte personi i cili do i faturojë. Do i faturojë gjithë gjëja. Edhe me perspektivën që të njeh më shumë edhe e di potencialin tënd dhe ka shumë besim se po. Por ai gjithashtu është djalë i ri, se ne jemi moshatar, kështu që mendojmë njësoj për shumë çështje, ashtu sikurse është edhe kjo e të ndjekurit pasionit ëndrat përtej çdo gjëje, kështu që unë shpresoj të na ecë mbar dhe në vijim, se ka diçka që në momentin që ke një marrëdhënie në çift, aq më tepër dhe një fëmijë, pra ne jemi zyrtarisht familje, çdo vendim i madh që ti merr në jetë nuk e merr në fakt vetëm ti si vetja jote, po e marrin 3 veta bashkë me ty, kështu që patjetër nuk është e lehtë. Unë shpresoj shumë që t'ja ketë vlejtur dhe unë do bëj të pamundurin që t'ja vlej. Shiko, kur të flet me parim, domethënë 29 vjeçare që akoma ke përfiksin numrin 2 përpara, domethënë ka shumë gjëra në jetën tënde dhe flet domethënë në një mënyrë dukesh si një person shumë i konsoliduar dhe shumë nga këto njerëz që të bëjnë pak shumë në mister që çfarë ka që fshihet brenda, por këtë nuk do ta zbulojmë sot. Ndoshta pas disa vitesh ku ti je deputet ose më lart dhe ne ti jemi në sezonin e nuk e di se sa të Zero ke podcast, do flasim edhe tej. Tani nëse goca nuk kanë ndonjë pyetje tjetër që ka ngelur me merak, un kam një pyetje që ka 2 nën pyetje nga brenda që do jetë e fundit, kështu që goca mund vazhdoj apo keni diçka? Një pyetje. Tani, më bind me 3 fjali pse duhet të votoj ty si deputetin e Elbasan dhe më bind me 3 fjali pse mos të votoj opozitën. Okej. Të më votojnë mua sepse para jam një vajzë e re. Është një frymë e re, është një kast e re. Mjaft më xhaketrat e vjetra, më politik. Kjo nuk vjen vetëm për partinë tonë, kjo ishte në fakt një thirrje për të gjithë, po jemi para faktit që jo të gjithë e krijojnë hapësirën për të rinjt, kështu që ne jemi fat që na është ofruar, jemi prag
Antarësimet Bashkimit Evropian nuk mund ta bëjnë më ata që kanë shkatruar Shqipërinë të shkojnë tani dhe të marrin ofertën më të mirë, projektet më të mira dhe vizionin më të mirë nga Bashkimi Evropian. Këtë mund ta bëjnë vetëm të rinjt. Ne që dimë mirë gjuhën huaj, ne që dimë mirë se si të komunikojmë, ne që dimë mirë teknologjinë dhe ne që jemi futur me një pasion dhe çeltërsi për ta bërë këtë punë për veten, për brezin ton dhe për Shqipërinë. Kështu që për sa i përket kësaj, kjo është arsye shumë e thjeshtë dhe shumë e pastër pse duhet më besojnë mua. Pak më shumë se 3 fjali, po s'ka gjë, u kuptua esenca. Tani kaloj te pjesa e dytë e pyetjes. Është pse jo të tjerë? Pra 3 fjali pse nuk duhet që të votojmë opozitën sipas teje. Është sepse ose dhe partitë e tjera, nuk është e thënë. Është sepse nuk ekziston asnjë alternativë për të ardhmen. Njeriu kur voton, nuk voton për atë që ka qenë, voton për atë çfarë është dhe do duhet të jetë. Dhe duke qenë se nuk ka asnjë alternativë, nuk ka asnjë projekt konkret që çfarë duhet bëhet mirë për Shqipërinë, unë nuk e shikoj më këto zgjedhje nuk e shikoj më fare çështje ngjyrimi apo partie, unë vetë nuk jam militante dhe s'kam qenë ndonjëherë, por e shikoj me një logjik të ftohtë edhe me disa llogari në tavolinë. Partia Socialiste është vetëm forcë transformuese e Shqipërisë, janë bashkuar më të mirët, bashkojnë në trenit më të mirëve, edhe hajde ta çojmë Shqipërinë përpara, është kaq e thjeshtë, është racionale vetvete. Nuk ka shumë filozofi. Okej, kjo është pamja jote, njerëz tani do shohin podcastin, do komentojnë. Do më shajnë, do na thoni, jo, nuk shajnë, ne kemi audiencën e mirë, nuk shajnë kur. Nëse me pak fjalë ky është episodi që ne kishim përgatitur sot në këtë premte që jemi, siç e tham, vetëm të ditë larg zgjedhjeve. Mila përfaqëson Partinë Socialiste, dikush tjetër Partinë Demokratike e kështu me radhë, por e rëndësishme është që ju pas 2 ditësh të çoheni të votoni për atë parti që ju mendoni se meriton të qeverisë. Mos rrini në divan, mos neglizhoni, një herë në 4 vite vin këto momente, kështu që çoheni dhe votoni dhe me këtë thirrje ne po ju themi ciao ciao për sot, shihemi. Të ardhmen në vendit tuaj. Sara, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. Të fundit për ta mbyllur, çfarë shenjë horoskopi ishit? Jam gjysmë Luan dhe gjysmë Vërgjërash. Po, gjysmë. Sa do të njerëzit duan të dinë. Në datën 23, okay, bën sens. Pafshim. Pafshim.